Sot mbushen plot 35 vite nga lëvizja studentore e dhjetorit 1990, ngjarje që shënoi kthesën më të madhe historike për Shqipërinë pas diktaturës. Rreth 300 student marshuan nga qyteti Studenti drejt qendrës së Tiranës me kërkesa për pluralizëm, liri fjale dhe demokraci. Por ndërsa studentët kërkonin të ardhmen, regjimi nisi menjëherë të punojë për të kontrolluar lëvizjen. Më 9 dhjetor, përfaqësuesit e studentëve i paraqitën kërkesat e tyre presidentit të kohës, Ramiz Alia, ndërsa më 11 dhjetor, pas një takimi të mbyllur, u shpall pluralizmi politik dhe u hap rruga për themelimin e Partisë Demokratike. Por në këtë moment nisi edhe manipulimi. Në vend të studentëve, doli në skenë Sali Berisha. Të gjitha dëshmit, përfshirë ato të Servet Pëllumbit, Ilir Demalias, Skënder Gjinushit e madje vetë Ramiz Alis, tregojnë se Berisha nuk ishte frymëzues i lëvizjes, por produkti marrëveshjeve të nëndeshme me PPSH-n. Madje vetë Alia kishte dhënë urdhër që agjentët dhe bashkëpunëtorët e sigurimit të infiltronin PD-n në embrion. Në librin Përmbysja e komunizmit, Servet Pëllumbit citon Ramiz Alin duke udhëzuar sekretarët e parë të Partisë së Punës së Shqipërisë që të aktivizojnë bashkëpunëtorët e sigurimit për të futur në Partinë Demokratike. Objektivi ishte i qartë, të kontrollohej partia e re që sapo po lindte, dhe për këtë, njerëz si Sali Berisha u panë si zgjidhja perfekte. Ilir Demalia, një nga zërat më të hershëm të protestës, ka deklaruar hapur se Berisha ishte misionar i Partisë së Punës, një njeri që e rrëmbeu protestën e pastër të studentëve dhe zhndërroi në trampolin për karrierën e tij politike. Ndërkohë Skënder Gjinushi ka rrëfyer se ishte vetë Ramiz Alia që udhëzoi të shkonte tek studentët bashkë me Sali Berishën, i cili priste në zyrat e komitetit të partisë.